themi pak tek fillimet e tua, kur ti për herë të parë u bëre i njohur për publikun shqiptar. Çfarë të shtyu? Është e vështirë të marrësh vendimin që të ekspozosh veten përballë kamerave, edhe të bësh në një lloj forme një pakt që privatësi për ty më nuk ka nga ai moment. Ishte 21 vjeç atëherë apo? 20 vjeç. Ishte viti 2009 apo jo? 2009 po. Herën e parë ka qenë më shumë rastësi për mua, nuk ka qenë kaq shumë e mirë menduar kjo. Se jam kurioz, si bëheshin rekrutimet në ato Big Brotherat? Ishte nga 2008 e këtej. Produksioni po. Jo, kishte duhet bëje faza e seleksionimit. Po si i gjeni njerëz? Domethënë ti aplikove vet? Për mua ka aplikuar një shok. Që atëherë ai më bindi, ishte një shok që jetonte me mua në Itali dhe ai më shtyu të vinim. Kishim filluar me ardhmë në Shqipëri thjesht për të shijuar pak Tiranë një të natës. Sapo ishte bërë edicioni i parë i Bigut, ai ishte fiksuar që ai e dinte unë se njeh mirë se çka kishte ndodhur këtu. Hajde futemi bashkë, hajde më shohim që provoj një. Atë nuk e morë, më morë. Kështu që thjesht mori takim, shkuam tek provimi këty audicioni, se po më vinte fjala. Tek audicioni i parë, pastaj është audicioni i dytë, pastaj audicioni i tretë. E kalove me sukses. Po, kalova unë isha kur erdha unë me zi flisja shqip. Isha edhe në pamje, isha goxha ndryshe nga... Po, e mbaj më. Edhe ato u impresionuam direkt pak nga ky personazh im, se isha jo se isha një gjë të veçantë, po thjesht isha ndryshe në atë kohë. Ky ka qenë fati im. Dhe pastaj, ja, ti the si përgatitesh. Nuk përgatitesh për atë lloj fame. Unë pata një përvojë edhe pak më ndryshe nga të tjerët, se eksperienca ime e parë ka qenë bombastike në sensin e publiku, domethënë u bë realisht nami për t'i bërë qefin vetes, po jo, e vërtet është kjo. Ka qenë një vit që nuk e di, nuk përsëritet, besoj në si sjellje të publikut atëherë, se pastaj ka evoluar edhe komunikimi, janë fut social networks, por nuk isha përgatitur dhe e pësova, domethënë mos përgatitje se sa i. Po atë gjithë atë vëmendje të madhe. E doje atë vëmendje? Nuk e doja, prandaj edhe e lash një moment, pas një viti, 2 vite u ktheva në Itali, se nuk kisha synime tjera. Edhe kur u futa ke Bigu, u futa me idenë që okay, do më ndihmonte që të futesha në botën e kinemas, në botën e xhirimeve. Kur e pash që po më devionte pak, ndjeva nevojën të shkoputesha dhe avash u bona Bjordi ai që kush e mand. Jo, tani kush është Bjordi në këtë fazë të jetës? Këtë duam ne të dim. Është bërë një djalë që do ka qef të punoj, do shumë punën e vet, do të punoj sa më shumë. Më pëlqen ajo që bëj, mendoj që do bëhem shumë i mirë në të ardhmen dhe kaq, jam edhe një baba. Okej, dhe kjo besoj është një nga arritjet më të mëdha të jetës. Është shumë e rëndësishme. Po. Ndoshta gjëja më e rëndësishme. Po. Sapo bëhesh prind, besoj çdo gjë tjetër e zbret poshtë në listë dhe prioriteti dhe qëllimi yt i jetës tjetërsohet tërësisht. Shiko, me qira fjala kot për kështu kuriozitet, atë vit kush e fitoi Big Brotherin? Ti ishe finalist. Qetësori, po. Unë i treti, Adela Ndier e dyta. Po. Dhe ti i treti. Jo i dyti, pse ngatrova, po. Ti i treti. Tani kur ndryshon dhe kalon shumë amplituda dhe po themi të luhatje po themi të mëdha në jetë të famës edhe të vëmendjes dhe pastaj vjen në fazën që bëhesh me familje, ke një fëmijë, të hyn më fama në sy, po e kam shumë sinqert këtë pyetje. Edhe unë kam shumë sinqert përgjigjen që unë se ka njerëz që jetojnë në mënyrë të çmendur për famën, e kanë si oksigjen, nuk bëjnë dot për të. Unë kam përjetuar këtë famën këtu, që në fillim, domethënë kam marrë maksimumin. Pra nuk do të flas për veten, po flas për një gjë të kaluar, se jo për t'i dhënë merita vetes. Jo, vërtet. Atëherë fama për ne ka qenë reale, domethënë kishim njerëz që realisht merrnin mundimin të vinin po shtëpisë tonë, rinin, prisnin, takonin, donin me bë foto, donin autografe, kishte një fanbase reale që të prekte në përditshmëri. Dhe
Unë nuk më kam mbushur kur kjo gjë, nuk më ka dhënë asnjëherë. Domethënë dashuria e njerëzve është një gjë shumë e mirë, por unë mendoj që fama është privatësia. Mua më pëlqen privatësia, për një person që ka bërë 2 herë Big Brother është e di që është pak e çuditshme për të thënë, por kamerat aty i përjeton në mënyrë të ndryshme. Ja, kjo nuk më pëlqen, që i kam këtu përballë kompleksohen. Por nëse do ishte kamera aty, që të mos e merri vesh po themi. Për mua fama është diçka që duhet ta fitosh me diçka që bën, jo me çka je. Ajo është popularitet. Okej. Pra, unë kam dashur mbase famë me punë, kam kërkuar atëherë doja që njerëzit më vlerësonin për atë që unë doja të boja, që s'po e boja dot, prandaj unë edhe e përjetova keq. Që të duan njerëzit për atë që je, okay, nuk kam bërë asgjë. Okej, se në fund betem biri i një nëne dhe një babe, po nuk mund të mjaftoj kaq për të më dashur. Dhe unë vërej që të paktën vitet e fundit në Shqipëri edhe kudo në botë kam përshtypjen, i ka ndryshuar shumë koncepti. Njerëzit nuk të duan më se ti bën diçka të veçantë. Njerëzit të duan se ti ke një kanal tëndi në rrjete sociale, kalon gjithë kohën aty. Dhe ti je zyrtarisht e famshme, ti je zyrtarisht një njerëz që mund të marr hapësira më shumë se sa dikush tjetër i cili ka një bazë studimore apo ka një produkt, ka një produkt po themi. Ka një produkt që është, po themi, është i dallueshëm nga vetja. Ka bërë një gjë, po themi. Është bërë pak problem kjo. Problem është nuk është problem për ata që po nuk ka më filtra. Tani nëse publiku do këtë lloj gjëje, atëherë domethënë që është e drejtë që do ja japim këtë gjë. Nuk i detyrojmë dot njerëzit që të duan një kategori të caktuar. Mua nuk më mbush. Mua që të kem njerëz që më thonë gjithë ditën ose i mirë që je, nuk më ka biles komplimentet më bëjnë gjithmonë, më vjen siklet edhe kur bëj një gjë të mirë që më thonë ose bukur filmi, ja bëni nami, unë jam gjithmonë. Cili është komplimenti që të ka vendosur më shumë në siklet në të gjithë jetën tënde? Nuk e di. Po që s'më bëjnë kaq shumë komplimente ta kanë mësuar atë natyrën edhe jo, ja, më thonë që je shumë i sjellshëm. Jo, je edukuar. Nuk e di, më bëjnë komplimente të tilla që djalimi mirë, po janë cilësi që njeriu duhet i ketë, po me sa duket. Unë nuk bëj asgjë për ta bërë, jam thjesht i sjellshëm se kështu është natyra ime. Ajo që unë duhet kuptoj është që ky dallimi e vurere nga Big Brother i parë që ke qenë tek Big Brother i dytë pas 12 apo 13 vitesh diferencë? Po, domethënë ka qenë shumë interesante kjo gjë, se unë jam futur pavarësisht moshës, se kam qenë 20 vjeç, kisha energji tjetër edhe boja gjëra të tjera, por për sa i përket karakterit dhe qasjes ishte njësoj. Pra unë isha një djalë që erën e parë donte të tregonte në mënyrë indirekte, se nuk është e doja ta bëja, por tregonte karakterin e tij, inteligjencën nëse kisha, dhe erën e dytë unë mendova të njëjtën gjë, që hajde futu me çfarë ke, që është vetja jote. Është interesante sepse formati ndër vite ka ndryshuar dhe aty e pash që nuk është më e njëjta lojë, nuk është më, domethënë ndoshta thjesht nuk je ti më i njëjti. Jo, edhe një po them, mendoj se isha i njëjtë, si isha i njëjtë. Njeriu me moshën sikur fillon dhe kompleksohet, sikur Po sigurisht, nuk isha i lirshëm si që isha erën e parë, por do të them që ka ndryshuar formati dhe nuk ka më vend për personazhe si unë. Atëherë, siç isha unë atëherë. Njerëzit tani nuk ngopen më me këtë lloj dinamika, duan gjëra më të shpejta, duan njerëz që janë pak më paturp, më thonë zot, që të bëjnë sa më shumë situata të ndryshme, të provokojnë, gjë që unë nuk e bëja dot edhe që të rim pak këtu se jam vërtet shumë i interesuar ta kuptoj këtë dallimin. Që ti e ke prekur nga brenda, herë e parë, herë e dytë, po besoj se je përpjekur ta lexosh pak edhe kur ke dalë jashtë pastaj. Domethënë loja e vipave ndryshon, besoj, nga loja e njerëzve të zakonshëm. Ç'a ndodhte kur ke bigët e parë, ishte një shtëpi që njerëzit do krijonin marrëdhënie. Nga marrëdhëniet dilnin situata. Po.
Ne të dy jemi shok, por ti ke një keq kuptim me shokun tjetër, atëre unë themi fjalë, do të thënë krijojnë dinamika njerëzore, le të themi normale. Dhe nga këto dinamika pastaj e merr ndor loja në situatën edhe futet pastaj del njëri del tjetri. Kurse tani futen direkt te loja. Do të thënë nuk ekziston, nuk ka më një bazë njerëzore, por është të paktën çapo shoh këto këtë fundit, edhe ka fajin Luizi për këtë gjë më shumë se ka introduce ai këtë tip gjëje. E është harruar pak kjo pjesa njerëzore të personazheve të Bigu edhe Po pse vjen kjo? Përveç faktit që Luizi e ka ndryshuar dinamikën asaj loje patjetër, po ta heqim një janë. Vjen sepse ndoshta këta personazhe duke qenë se janë VIP njëfen. Pra nuk ka nevojë të prezantohen. Unë me Bjordin se unë e di kush është Bjordi, është regjisor i famshëm, Bjordi e di kush jam unë, kështu që çfarë do prezantohemi ne aty? Kjo duhet ishte e vërtet, por nuk është e vërtet, sepse çdo personazh që ne po shohim këto vitet e fundit na surprizon. Shohim një këngëtar që e dinim si një person mbase i qetë, kështu tani futet aty brenda bën gjëra që si kishim imagjinuar kurrë. Pra për mua duhet ishte ashtu që hajde ta njohim këtë VIP-in më shumë se që duhet njihnim një person normal, por nuk e bëjmë. E shohim atë VIP-in vetëm si strateg. Këtu duhet të bëj një shembull shumë konkret që ta kuptosh. Tek edicionet e para të Bigut, këto dinamikat, këto situata që krijojnë tani jo do nominoj filanin, jo të bëjmë të grupin, gjithë to strategjit që bëhen për loj, janë loja tashmë. Tek edicionet e para, ato quheshin strategji, edhe nuk i deklaronim. Kupton çfarë do të them? E kuptoj. Ishte këto situata thonin mos ke bër ti strategji, mos ka qenë strategji kjo gjë që ke bër ti. E kupton çfarë do të them? Qartë. Tani nuk është çdoganuar kjo puna e strategji. Tani është strategjia dhe po na doli koha dalim ndjerim edhe pak nga karakteri jon. E kuptoj. E ndërkohë që ishte ndryshe, ishte e kundërta. Tani, po të ktheheshe pas në ato vite, do kishe bërë një soj me jetën tënde, do kishe futur në një reality show, do kishe pranuar këto kostot e publikimit të çdo detaj të jetës private, të kthyerit të gjitha ngjarjeve që ty të ndodhin në sensacion publik. Tituj lajmesh. Është pak triki kjo pyetja, sepse po të më pyesë para një vit e gjysmë, mund të thoja 10 përgjigje të ndryshme, do të thoja mbase do kthehesha në vitin filan edhe do ndryshoja këtë gjën, do kthehesha një moment tjetër jetës time, do ndryshoja këtë gjën, do kthesha. Por tani që kam një vajzë, sa herë mendoj që kthehem mbrapa në kohë dhe them çfarë do të bëja ndryshe, kujtohem që çfarë do gjë që kam bërë deri tani, gjithë ato gjërat më kanë sjell vajzën sot. Pra, unë qoftë hipotetikisht kthehem mbrapa në kohë, ndryshoj një gjë të vogël, s'do kisha këtë gjën që kam sot edhe pra nuk jam i detyruar mos të ndryshoj asnjë gjë. Okej, më pëlqen. Interesant është po ta mendosh që të gjitha e marrin kuptimin në fund të ditës. Sa do të vështira mund të tingëllojnë në një moment apo në një tjetër. Na kanë sjell ku jemi sot, kështu që se mua s'më ndahet shpirti nga Bigu. Vazhdo. Aty do rrim te momenti. Është edhe momenti. E me që është momenti, si po duket ky Bigu i këtij viti? Ne po duhesh edhe i krahasojmë. Ke ndonjë personazh preferuar në Shqipëri me atë të Kosovës, nëse nuk e di kë ndjek më shumë, ke ndonjë personazh preferuar tek këto dy, nuk e di tash, ti e di vetë. Është viti i parë që ne në shtëpi po ndjekim pak më shumë Bigun e Kosovës. Dhe nuk je i vetmi që më thua këtë. Pikërisht për këtë arsye që thash deri tani. Aty po e sheh Bjordi se do bëjnë ndonjë film për atë. Dhe Bora filloi të ftohemi. Nëse kemi Alba është fiksimi i këtyre javëve që shtëpia Ana është fiksuar ke çfarë me Albën vetëm atë shef një ditë. Po këtë do të thoja, aty kanë krijuar marrëdhënie
marrëdhënie njerëzore, domethënë edhe zënka është pak më pranë asaj që the ti. Atë ç'po thoja, po. Kanë gjëra pak më genuine, ka njerëz sigurisht që mendojnë për lojën dhe bëjnë strategji gjëra, por baza është gjithmonë njerëzulliku. Edhe kur nuk ka në thonjza, kur degenerohet prapë në thonjza situata, është diçka që vjen si pasojë të karakterit, të personalitetit njerëzve. Kurse situatat tek ne jam pak më të forcuara, domethënë futet një personazh duke thënë që okay, unë do nxjerr këtë sot nga shtëpia dhe e masakron atë duke thënë çdo lloj gjëje derisa ai të dalin nga vetja, të futet në banjë, është bërë edhe kjo shprehje hajde në banjë me mu të nxjerr. Këto gjëra për mua e nxjerrin pak formati nga ajo magjia që kishte në fillim. Domethënë nëse loja bëhet vetëm hajde kush do eliminohet, kush do fitoj. Ore, dua ta kuptoj, domethënë futen me llogari kështu do futem, do kem këtë strategji dhe çfarë do bëj pastaj kur të dal. Në bazë unë se bëj dot atë gjën, prandaj nuk e konceptoj. Tash unë dua të kuptoj një gjë. Këta personazhe që futen dhe siç the ti transformohen aty brenda si njohim, ore, është ky këngëtari ose ky aktori apo çfarë është ky që po na shfaqet, na çuditi. Kishte thonë një llaf 20 vjet tani bën si strateg. Pikërisht. Tani këto janë aktrimi i sforcuar ose jo i sforcuar, po aktrim apo është ajo teoria konspirative e skenarit, të produksionit që u flet në vesh çfarë do bëjmë mirë për gjithmonë, nuk ka asnjë lloj teori konspirative. Produksioni nuk të detyron të bësh asgjë dhe s'ka një narrativ të fshet. Okej, e sqaruam këtë. Çfarë bën produksioni, autor, bigu, le të themi, është të tregoj situata, histori të ndryshme. Pra, nuk them që e forcon situatën që të ndodhi diçka, por ndihmon narrativën. Prandaj ndonjëherë na duket sikur jo po e kanë bërë Kastile, jo por thjesht është detyra e tyre të tregojnë histori të ndryshme dhe do autorësi edhe ajo gjë, edhe pse baza është genuine, është. Po aktorët, pra, lojtarët aktrojnë pastaj? Ka dhe disa që aktrojnë. Tani këto që bëjnë, po është e vështirë të aktrosh 6 muaj u burr. Pandelim natë ditë. Dgjoj, okay, është interesante kjo gjë. Aty nuk aktron dot. Domethënë nëse ti arrin të aktrosh aty, domethënë që ti mund të aktrosh edhe në jetën e vërtetë. Po, gjë që se bëjmë paradoksalisht është je vetvetja. Edhe nëse ti gënjen gjithë ditën aty brenda, i bie që të njëjtën gjë e bën dhe jashtë. Është një gjë e jote që përket ty, nuk të në një moment apo në një tjetër do të dalë ajo.